Nga data 10 qershor 2026 hyn në fuqi skema e re për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore dhe doganore, një mundësi që pritet të lehtësojë bizneset edhe në Lezhë. Lidhur me këtë proces, nënkryetaria e Bashkisë Brikena Vuksani u bëri thirrje subjekteve private të informohen dhe të përfitojnë nga lehtësitë që ofron skema e re, duke i konsideruar ato një mundësi për të sistemuar detyrimet e parapambetura dhe për të krijuar më shumë stabilitet financiar për aktivitetin e tyre. Për detyrimet që u përkasin periudha tatimore deri me 31 dhjetor të vitit 2014, atëherë fshirja kryhet në mënyrë automatike, pa pasur nevojë që ju të kryeni ndonjë veprim shtesë. Detyrimi juaj i përket periudhës nga data 1 janar e vitit 2015 deri me 31 dhjetor të vitit 2019, atëherë ju përfitoni nga shuarja e pjesshme e detyrimeve tatimore dhe keni dy alternativa veprimi. Nëse ju paguani 50% të shumës së detyrimit kryesor brenda datës 30 qershor të vitit 2026, atëherë pjesa tjetër e mbetur e detyrimit prej 50% shuhet në mënyrë automatike. Nëse ju paguani 75% të detyrimit kryesor brenda datës 31 dhjetor të vitit 2026, atëherë pjesa tjetër e detyrimit prej 25% shuhet në mënyrë automatike. Për detyrimet që u përkasin periudhave nga data 1 janar e vitit 2020 deri me datën 31 dhjetor të vitit 2024, fshihen gjobat dhe kamatvonesat në mënyrë që ju të paguani detyrimin e plot deri me datën 31 dhjetor të vitit 2024. Përjashtohen nga përfitimi të gjitha ato subjektet të cilat janë dënuar me një vendim gjyqësor të formës së prerë, që janë në proces gjykimi apo hetimi për vepra penale në fushën tatimore apo doganore përpara apo gjatë kozgjatjes së zbatimit të këtij ligji. Sipas udhëzimit të botuar në fletoren zyrtare për detyrimet e krijuara deri më 31 dhjetor 2014, parashikohet fshirje e plotë e tatimeve të papaguara, xhobave dhe kamatvanesave, me përjashtim të kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ndërkohë, për detyrimet e krijuara në periudhën 2015-2019, bizneset kanë mundësi të përfitojnë në dy forma. Nëse paguajnë 50% të detyrimeve deri më 30 qershor 2026, u falet pjesa tjetër prej 50%, ndërsa nëse paguajnë 75% të detyrimeve deri më 31 dhjetor 2026, falet 25% e mbetur. Në të dyja rastet, hiqen të gjitha gjobat edhe interesat e krijuara. Për detyrimet e viteve 2020-2024 nuk parashikohet falje e principalit, por do të fshihen gjobat dhe kamatvanesat në rastet se pagesat e plota kryhen brenda vitit 2026. Skema përfshin gjithashtu lehtësi për subjektet të mbyllura deri në fund të vitit 2024, si dhe falje penalitetesh për deklarime të vonuara apo dorëzime vonesë të pasqyrave financiare.